Duket se po. Federata e futbollit Kosovës është antarja 55 në UEFA. Ja, festa në Budapest. Gjithë më tashmë shumë të ftuar. Federata e futbollit Kosovës është antarja 55 në UEFA, po e shohim. 28 vota në favor, 24 kundër 2 abstenime. Shumë i zati e 27 gjysmë një votë kanë mjaftuar që Kosova të jetë antarja e 55 të UEFA. Emocionet jo vetëm që ishin të përzira, por ishte e qartë se ishin në kulmin e tyre, pikërisht për faktin se Kosova kishte ardhur me entuziazëm të madh për të pranuar në Konfederatën Evropiane. Mirë po gjërat nuk rodhen ashtu siç ishin planifikuar. Pika vendimtare e rendit të ditës në këtë kongres pritej të ishte pika 6, në të cilin 54 antarët e UEFA-s do të vendosnin nëse duhej hequr neni famoz i Kombeve të Bashkuara për pranimin e antarëve të rinj. Në fakt, pritej që amandamentimi i statutit të UEFA-s të votohej i tëri një herazi, por Federata Zvicrane, në tentim për ta penguar pranimin e Kosovës, nga e cila është e qartë se friksohet, kërkoi votim të veçantë për pikën e antarësimit që lidhej me Kombet e Bashkuara. Në këtë votim, pika që parashihej të ndryshoj nuk kaloi, sepse duheshin 2/3 e votave, përkatësisht 36 vota, kurse pro këtij vendimi votuan vetëm 33 delegat. Ky fakt e vuri në pikpyetje të madhe edhe vetë votimin për Kosovën. Mirë po, me sqarimet e përfaqësuesit ligjor të UEFA-s Aleksandr Bell, çështja e votimit të Kosovës mori kthes të madhe. Bell sqaroi se pranimi eventual i Kosovës nuk do të ishte në kundërshtim me statutin e UEFA-s, sepse në pikën 5 të këtij statuti thuhet se në UEFA mund të pranohet një shtet që njihet nga OKB-ja, e jo që është antar i OKB-s. Bell shtoi se Kosovën e ka njohur shumica e shteteve antare të OKB-s, prandaj ky fakt e bën legjitim pranimin e Kosovës. Diskutimet e tyre në favor të pranimit të Kosovës para kongresit i paraqitën edhe kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri dhe ai i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka, kurse normalisht se fjalim mbajti edhe kryetari i Federatës Serbe Tomislav Karadzic. Sidoqë të jetë, më pas u kaluan në votim dhe Kosovës i mjaftonin 28 vota për t'u antarësuar. Delegatët dhanë fiks numrin që duhej që Kosova të pranojë dhe me 28 vota pro, 24 kundër dhe 2 abstenime, Kosova u bë antarja e 55 e Konfederatës Evropiane të Futbollit, duke e sublimuar në këtë mënyrë përpjekjen 25 vjeçare të gjithëve që kanë qenë të involvuar në këtë sport dhe duke marrë një prej pranimeve më të rëndësishme si shtet, jo vetëm në sport, por në përgjithësi. Pas një vendimi të tillë, emocionet normalisht se ishin të jashtëzakonshme tek të gjithë antarët, përfshirë edhe krerët e federatës. Po mendoj që jo vetëm unë që kam përcjell, e keni përcjell ju, kam përcjell shumë sponsor, donator, lejtor të gjitha gjeneratave. 2 praktikisht kanë humbur që nga viti 91 deri më tani dhe më në fund një drejtësi ndoshta pak e vonuar. Mirë, po megjithatë mendoj që duke marrë parasysh edhe blokodat ligjore që prapë u munduan sot. Që të drejtën në qysh mbrëmë kemë hëtuar një atmosferë jashtëzakonisht të zënë nga disa zyrtarë cilët më parë kanë deklaruar se do të votojnë për. Mund të them që ka qenë një skenar nga 2-3 federatat që ka bashkangjitur dhe Federata Zvicrane. Mirë po thëmë njëherë këto të gjitha duhet të harrohen. Pas kongresit, në sallën ku u mbajt kongresi, u zhvillua edhe konferenca e zakonshme për media, në të cilën ndër të tjerë foli edhe sekretari i UEFA-s Teodor Teodoridis. Hello, I'm Bayram Shala from Radio Television 21 from Kosovo. Jam Bayram Shala nga televizioni 21 nga Kosova. Fillimisht lejoni të them që jemi të nderuar që pyetjen e parë në këtë konferencë bëjmë pikërisht ne antarët më të rinj të UEFA-s. Kur do të diskutoni për modalitetet e garimit të klubeve kosovare në UEFA, kur do të jenë takimet e radhës dhe kur do të merret vendimi për këtë çështje në mënyrë definitive? Thank you for your question. UEFA has had visits. Zyrtarët e UEFA-s kanë vizituar Kosovën për të përgatitur terrenin para pranimit dhe për të parë kushtet infrastrukturore atje. Vendimi për garimin e klubeve të Kosovës do të merret para fundit të majit nga Komisioni i Garimit të Klubeve, kështu që deri atëherë nuk mund të japim një numër të saktë. Duhet të them se vendimin për numrin e klubeve do të aprovojë Komiteti Ekzekutiv, por normalisht pas rekomandimit të Komisionit të Garimit të Klubeve. Pas pranimit në UEFA, hapi radhës për Kosovën pritet të jetë pranimi në FIFA. Pranimin e përkohshëm të FFK-s pritet se ta bëjë Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s në Mexico City me 13 maj.